Inspektoratit Fundja Shtetit, urna. Ti si biznes I cakton cilin dush çmim ti. Momentin që nuk je në treg të rregullu. Edhe furrat e bukës nuk ishtë nështron një regulacioni, një survejimi si kur që nështohet. Tregu I energjisë, vështë ta përfundet, dhe mund. Tregu I energjisë, pse ka ent regulator? Sepse nuk mund më realizu konkurenca e lirë këtu. Janë vetëm disa operator. Pse ka regulator të banka? Sepse ti nuk mund mishti 100 banka. Nuk është sikur se me qelë restorant, furt bukës edhe me qelë bankë. Prandaj, këtu të çmimi, ku flasëm për çmimi, ajnë e bërë edhe 2 euro çmimin e bukës, po si ja blenë kërkosh. Jo. Da me thonë, vetëm, po ta përfundoj veç deri në fund. Po, veç këtu po ndodh diçka tjetër. Në vitin 2017-18, e kena diskutuar edhe një, ullë të vëshëja për produktet bazë. E kena pas këtu në diskutim. Po. Vaj, miell, sheqer, këto. Çmimi u rrit. Pse? Sepse ti të vëshën nuk është, ajo është taks obligative, po ndaj pagesës, ndaj qeverisë, po jo ndaj çmimit. Edhe në këtë mënyrë, bizneset kanë thonë, ti ma ullë të vëshën, po që ka ma ullë çmimin, se ka ma obligative çmimin. Prandaj këtu te çmimet, kur diskutojmë, mënyrën që duhet me intervenu, unë mendoj që problemet për çmimet janë dikon shumë atë në sektorët ku ka mundësi me pas kartele, aty nuk intervenon kërkosh, se sa të se po rritën krejt si të sinkronizuara pastaj. Nëse një Gjeti, me autoritet konkurencës, thuj ka marrëveshjet në qep. Pas ka marrëveshjet në qep, jam ku me ditë sa markete ushqimore s'mujnë me pas. Për mi, 20 kompani është shtirë me bo marrëveshjet në qep. Me I qujtë kartele është gjëna, po na e kemi faktu... Jo nëse ki. Jo, na e kemi faktu që edhe furtarët, kur shkojsh ti mi pyet, pse është rritë çmimi, valla krejt e kanë shtërdu ka në ajo është efekt psikologjik. Jo, ka fiksim të çmimeve. Se megjithatë ka marrëveshje në raste të caktuara. Nuk ka marrëveshje visa se ti ki në çdo lagje ki ka 5 furra. Do të në Kosovë është pak problem me pas marrëveshje se njëni pitynve qip, tradton. Kemi pas një rast kur gjithë njësoj, ajo është treg, kemi pas rastin e Vajit, kur vërtet gjithë ka ndodhur. Nuk ka pas Autoriteti i konkurrencës ka qenë në flajt, sepse ka pas marrëveshje. Kjo është problemi. Në shumë sektorë, madje edhe berberët ne jemi në treg të lirë, e qëtë çmimin konsumatorët determinon a e blen a nuk e blen. Që po ta tregoj 10 euro çmimin. A ta blen dikush? Sa blen kërkosh. Prandaj nuk mundesh me rregulluar çmimet. Ne kemi vendosur në kushtet, kemi që me ekonomi e tregut. Mos thojmë për gjithë sektorët. Ka sektore që këtu janë me problematikë të mëdha. Edhe nuk ka, qëre, unë këtu e kam problemin. Në ente rregullatore, në vendet tjera, Bashkimit Evropian, nuk I çon partia njerëz aty. Shkojnë njerëz me doktoratura, shkojnë njerëz me përgatitje, I monitorojnë ato që tjera mrana Komisionit Evropian Watchdogs, që I përcjellin pikërisht këto probleme. Ajo është sikurse polici, nëse ti ki dyshim për dikon që ka marrëveshjet në sheft, ti si ent regulator, ti ki drejt mi marr ata. Cili është institucioni më I fortë nëse në shtet të bëhesh? Autoriteti I konkurrencës. Okej. A ke dëgjuar në herën vitet e Kosovës? Pikërisht unë po të them. Mirë, po nuk janë këto sektor të furrat e bukës ose këto cilat realizohet konkurenca e lirë. Unë e mendoj, energjia është një sektor, sektori financiar, këto e ku është gjasa, ku janë 4-5 lojtarë. Se këshire, nuk është visar. Problemi është këtu, që për shkak këtu ka shumë herë, jo marrëveshje për çmimin, po ka marrëveshje për tregun, për ndarjen e është I njëjti efekt. Për shembull, unë që tu jap, apo ti që tu jep, mu mësë më prek që tu, unë e spek, edhe a I dina. Në këtë lozë të japen atë lozë. A është fiksim edhe a I mani... Edhe ajo. A është këtë përdërimi të rejtë. E pa tere, forcoj autoritetin e konkurencë, gjeni njeri që ka dije. Këtu, në mas shumë të hekum na për dije. Na do këtë që kemi dije, po nësë besoj që kemi. Një diskutim tjetër, disa prej institucioneve ma dje për kohë gjatë ka mbet edhe pa të emruar, pa të zgjedhur, me ushtrus detyre, pa bordet kompletuara, ka 1 milion probleme, por sektori I biznesit në vazhdimsi është ankuar ndaj qeverisë Kurti, se nuk ka pasur një komunikim. S'po them jo të shëndosh, po jo miqësor, ndoshta. Edhe pa këtë vendimin e zëres ka pasur një lloj antipatie qeveri biznese. Pse, çfarë ka bërë, le të themi, qeveria Kurti, cilat janë ato politikat të kësaj qeverie që I bëjnë bizneset mos ndihen rahat, mos jenë komfort
punuar në Kosovë. Pse në vazhdimsi janë ankuar që kështu e kam pas qeverinë si një lloj. Po, nuk është, shikoni, nuk është qeveria aktuale dhe me vund është me një rreth dhe me amnesu të gjitha qeveritë e kalume. Po që ka pas me këtë qeveri që i ka munguar dialogu, thuj se fare s'ka pas dialog. Ne kemi marrë vesh, jënë dalë ligjet, jënë votuar në parlament, institucionet që përfaqësojnë biznesin nuk e kanë ditë që po bëhet ai ligj. Pra kemi marrë vesh kur ka dalë në gazetën zyrtare. Në të kaluarën i është dërguar draft ligji institucioneve të odave ekonomike apo shoqatave apo grupeve të interesit për të marrë komentet e tyre dhe disa nga to janë inkorporuar në ligj, disa jo gjithmonë janë inkorporuar, mirë po ka pasur një dialog. Ka pasur, vazhdimisht nuk ka qenë një kënaqshëm edhe atëherë, nuk po them që unë jam odën amerikane ndoshta një 10 vjet, jam edhe në për studio televizive që një 15 vjet kanë qenë kritike edhe ndaj qeverive të kalume. Po në këtë qeveri si ka qenë ekstrem. Ka pas mungesë totale të dialogut publiko-privat. Ka pas sulme ndaj bizniseve, drejt për drejt, ha? Tamam sulme të orkestruara ndaj kompanive të mëdha apo edhe kompanive të tjera, dhe kjo ka prur në këtë pikë ku del kryeministri për shembull vetëm se bizneset protestuan, që është një drejt garantuar me kushtetutë, na krahasoi me barikadat dhe veri. Në ditën që kishën protestat, tash A do të vazhdojnë protestat? Në interesantim, a do të vazhdojnë protestat? Ne të ejtën do të kemi një takim prap me bizneset, sepse ne jemi në shërbim të bizneseve. Nuk marim ne vendim. Nëse bizneset kërkojnë që dalin protest, Nëse bizneset kërkojnë do një mas tjetër, ne je vetëm zëri përquesi atyre bizneseve dhe të shohim se çfarë do të kërkojnë bizneset. Pra të ejtën do të kemi një takim prap, po nëse nuk ka reflektim nga institucionet qeveritare për ta tejkaluar këtë krizë, në cilën jemi vënë pa dëshirën tonë, atë do të ketë hapa. Sepse në fundit biznesi do të mbijetoj. Prap, mos harrojmë, kjo në një sfidë të tillë nuk ka qenë kurrë. Kompanitë kosovare të cilët me shumë mund kanë ardhur deri në këtë pikë që të jenë konkurruese, jo vetëm këtu në rajon mirë, po edhe në tregun evropian. Ma në fund kanë filluar të eksportojnë, të rrisin gradualisht eksportet e tyre dhe tash ti ju trefishon çmimin e energjisë elektrike dhe i bën të pa konkurruar. Do thotë është një grush shumë i madh për ekonominë. Prapë po them, jam me shpresë që do të ketë zëra të arsyes edhe në qeveri që të ulemi, hajde. Po flasim se si ta bëjmë një plan që ta tejkalojmë këtë sfidë. Jo me akuzë dhe akuzë. Që mund të ketë këtë mbrapa. Pa shikoni tash alternativa tjetër, apo alternativa tjetër shkatrimi i ekonomisë. Unë po du me besu që kjo qeveri nuk do me shkatru ekonominë e vendit, dhe me shkatru vendin. Sepse në momentin kur shkatrohet ekonomia, shkatrohet edhe vendi. Nëse kjo kompani, 3 kompani të cilat janë mbyllur, i kanë çuar në shtëpi 250 punëtor, kjo shkon varg. Kush do t'ju jep përgjigje atyre 250 punëtorëve në atë qytet të vogël të Kosovës që kanë mbetur pa punë? Mirë, jemi në 250 që mund më të bëjë 250.000 shumë shpejt. Në minutat e fundit, një